E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV dhe në TikTok për të ndarë mendime dhe për të ndarë pa drejtësitë që unë në fakt e kam thënë edhe një herë. Tani, Piano Parfumi, një kompani shumë e njohur e parfumeve, bëri reklam ditëve të fundit në shtëpinë e Big Brotherit, ku sipas urdhërit të vllaut të madh, të gjithë banorët që janë brenda kësaj shtëpie duheshte të performojnë një sken nga Piano Parfumi, domethënë duheshte ta jetojnë këtë momentin dhe e jetuan, e shijuan në një super ambient të bukur të inskenuar në fakt nga vllau i madh. Banorët filluan që të bëjnë këtë skenën e bukur të Piano Parfumit, por çfarë ndodhi? Në Instagram edhe në TikTok u hoq videoja e londrimit, një video që kishte mbi 45.000 lajka. Dhe normalisht fansat kërkojnë që të rikthehet videoja. Edhe pse fansat e kërkuan rikthimin e videos, nuk ka ndodhur kjo te Piano Parfumi. Videoja aktualisht që është më e votuar me lajka, le të themi është e Lionës, ndërsa videoja e londrimit ishte edhe më me shumë lajka. Unë uroj me zemër që londrimi ta merr trofeun e merituar në këtë reklam, sepse vërtet është reklama që u komentua më shumë, është reklama që u bë like më shumë dhe është reklama që ju dha më shumë dashuri nga ana e publikut. Edhe pse siç e shoh domethënë nga produksioni, sepse Piano Parfumi nuk mund të heqë një video nëse produksioni nuk është dakord, mendoj që nga ana e produksionit të shkërkuar që të hiqet videoja e londrimit për t'ju dhënë çmimin në këtë rast e Lionës, domethënë për t'ju dhënë vlerësimi e Lionës. Unë uroj me zemër që londrimi ta merr atë që meriton. Liona është një banore e shkëlqyer, është një vajzë mrekullueshme, ato që të dy janë shok. Londrimi që në momentin e parë i pati dhënë dorën e Lionës urime këtë 2000 euro do e marrësh ti, sepse e ndjeu brenda vetes së tij që Liona do të jetë më e votuara, Liona do të jetë më me lajka në këtë mes, por rezultoi që të jetë londrimi. Dhe unë uroj me zemër që londrimi të merr atë që meriton, sepse nuk është e bukur kur një njeri ka sukses, kur një njeri ka dashurinë e publikut, kur një njeri ka vlerësimin e publikut, domethënë tani për çështje interesash apo për çështje inati të largohet nga Piano Parfumi videoja e tij. Uroj me zemër që londrimi të merr atë që meriton dhe uroj që të rikthehet kjo video dhe sonte të trajtohet në Prime.